Rekomandimet për të kufizuar lëvizjen do të lehtësohen dhe secili prej nesh do të jetë në gjendje të kalojë më shumë kohë jashtë, duke zvogluar kështu turme në njerëzve në dyqane dhe banka. Por, të mos harrojmë se duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mbrohemi. Çdo herë kur dalim jashtë, duhet i përmbajmë rreptësisht rekomandimeve për mbrojtje personale. Të mbajmë distancë prej 2 metrave në hapësira publike të hapura dhe të mbyllura. Asnjëherë të mos grupohemi më shumë se 2 persona, ashtu që në grup nuk numërohen fëmijët nën moshën 14 vjeçare të atyre personave. Tani e tutje është e detyrueshme të mbani mask, shami ose shall në të gjitha hapësirat e mbyllura. Pajisjet mbrojtëse mbahen gjithashtu në hapësira të hapura, ku nuk ka mundësi të mbahen distancë prej 2 metrave siç është rregull. Të rrim në shtëpi, të mos dalim pa nevojë, të mos mblidhemi në grupe, të jemi përgjegjës, të respektojmë rekomandimet që mbrojnë nga koronavirusi.